Në programin ton, ne parashikojmë që çdo subjekt që importon, prodhon apo shet fara dhe fidan në Republikën e Shqipërisë do të lidh një marrëveshje të posaçme me shtetin shqiptar në bazë të cilës mban përgjegjësi për cilësinë e këtyre produkteve, që do të thotë, nëse vërtetohet që në fermën tënde ka ardhur dëm si pasojë e cilësisë së farës dhe fidanit, shteti shqiptar do të përgjigjet ndaj fermerit, ndërkohë shteti shqiptar këto lek që do t'i jap fermerit do të shkojë dhe do t'i marrë te kompania në fjalë e cila ka marrëveshjen e tillë. A ndodh që pesticidet dhe plerat kimik që ju merrni nuk janë standardet e duhura? Unë dëgjoj shpesh që thonë fermerët tanë prodhojnë produkte pa cilësi, i ndosin, i hedhin kimikate me radhë. Unë nuk e besoj kur që një fermer që lodhet në fushat tona apo në fermat tona blegtorale të ketë dëshirë të prodhojë një produkt jo cilësor. Nuk ndodh kjo. Se pse do e bëj? Ai lodhet. Për çfarë duhet ta ndos? Nuk ndodh me vullnetin tuaj. Për këtë arsye ne angazhohemi që të gjitha kompanitë që importojnë, prodhojnë apo shesin pesticide, kristalizor apo plera kimik në Republikën e Shqipërisë do të nënshkruajnë me shtetin shqiptar një kontratë të posaçme e cila i trajton këto si subjekte të një rëndësie të veçantë kombëtare. Kjo është çështje e sigurisë kombëtare, sepse ndotja e produkteve tona ushqimore shkakton probleme shëndetësore dhe rrezikon popullatën tonë nga ju të parë. Në Republikën e Shqipërisë nuk do të importojnë, nuk do të prodhohen dhe nuk do të shiten pesticide, plera kimik dhe kristalizor që janë jashtë standardeve të direktivës së Bashkimit Evropian. Një vit më parë, kur unë nisa të prezantoja programin tonë në bashkëbisedim me qytetarët në çdo cep të vendit dhe diasporës, mbajtëm qëndrimin e pensioneve minimale 200 euro. Ne tham 200 euro që një vit më parë, dhe kemi çdo javë që e themi kudo, sepse nuk e shpikëm ne, por morëm 2 raportet avokatit popujt që thotë që për të jetuar në Shqipëri minimalisht të duhen 200 euro në muaj. Nuk jeton dot me më pak. Nuk jeton dot me më pak. Atëherë doli kryeministri dhe bënte bashkëbisedime me pensionistët dhe u thoshte: mos dëgjoni këta sudet, u thoshte. E mbani mend apo jo? Mos dëgjoni këta sudet, i thosh, se këta nuk kanë gjë në dorë, ndaj i japin fjalës pa dogan. Pa po të kenë gjë në dorë, nuk u japin dot gjë. Tani, pas kësaj që ne tham, dhe ato bonuset e pensionistëve, tani në fushat prezantoj programin e tij që është kopje. Ata zgjen kush e ka kopjuar njëri tjetrin, në fakt e kanë kopjuar nga ne, kjo është e vërteta, që të gjithë. Po ky është fakt publik. Po gënjej më thoni, ky është fakt publik. Un kam një vit shesh më shesh në çdo qytet e fshat Shqipërisë që e them pension minimal 200 euro. Tani del kryeministri dhe thotë do ta bëjmë 200 euro. Më fal, po ne sikur ishim sudja. Ne sikur ishim ata që fluturonin me qëllim fluturus. Pra thoshim prava, sikur nuk kish lek për pensione 200 euro, nga dolen lekët tani? Çfarë kemi arritur? Dhe pse është e rëndësishme kjo që bëjmë? Në një vit kemi arritur që pas zgjedhjeve, sido që të shkojnë zgjedhjet, pensioni minimal në Shqipëri do të jetë 200 euro siç të gjithë po angazhohen. Po të mos ishte vizioni dhe kërcënimi që lëvizja po i bën gjithë sistemit politik, a do të çojë ndonjë nga këta të thoshte do ta bëjmë 200 euro? Nuk do të çoheshin, se than qilimat fluturus, se than këta aladinët, se than këta sudet, sepse nuk e kishin qëllim të arristin, por u detyruan se s'duan të mbasin vot. Vinte shkolla, tham ne që një vit më parë do t'i bëjmë shkollën nga ora 8 deri në orën 1 do të jetë me detyrim, nga ora 1 deri në 2 fëmijët do të hanë në shkollë, dhe nga ora 2 deri në orën 5 do të bëjnë dhe detyrat në shkollë. Nuk ka lek, than. Nuk bëhet kjo. Është e pamundur. Doli kryeministri para një jave me tuta. Doli dhe tha, do ta bëjmë shkollën nga ora 8 deri në 1, nga 1 deri në 2 drek, nga 2 deri në 5 mësim. Po më fal, po ne sudet që e thoshin vjet, s'kish lek. Ti sudja që e thua si vjet ku i gjete? Ka 2 administrata Shqipëria. Ka administratën e punonjësve të ndershëm që janë mbajt peng, që ne do t'i çlirojmë dhe të më dëgjojnë me vëmendje. Nuk do të preket asnjë vend pune në administratë njerëzve të ndershëm, asnjë vetëm, përkundrazi do të rrisim rrogat, do t'u japim dinjitetin. Por është dhe një administratë e dytë. Është administrata e raqexhive. E atyre të cilat paguen për të bërë patronazhim, por që nuk shkojnë në punë. E atyre që vinë edhe u kërcënojnë në përditshmërinë e të tuaj. Këta, nëse e reja e mbyt të vjetrën, do t'jenë në hau me sistemin e ri, do t'jenë në hau me ligjin.